Në fakt ka pak deputet në parlamentin shqiptar që e kanë gojën e çliruar pa filtra. Mund të themi nga krau socialist Sherion Braçe dhe nga krau tjetër është Sajmir Koreshi. Zoti Koreshi, mirë se keni ardhur në studio me Syqen dhe besoj që mos jetë hera e fundit. Faleminderit për ftesën. Jo, s'do të jetë hera e fundit sa herë që jam I hapur. Vetëm i vetmi pengesë që kam unë me studiot është vetëm se s'keni studio në përreth, duke qenë se jetën time e zhvillon në qytet Lushnjës. Edhe sakrificë e madhe që shkoni vini çdo ditë në Lushnjë. Kjo është ajo që e vështirëson daljet. Kur të tjerët nga vendi kombëtar kanë bërë vila madhështore dhe plus kanë marrë këto apartamentet më të shtrenjta të zonës. Edhe nga të dy krahët, mos më merr nga të dy krahët. Jo, nuk merrem fare me atë pjesë, shikoj atë jetën time atje në Lushnjë, them drejtën është zgjedhje personale, me të thënë, është kënaqësi që jetoj atje. Ore, për ta filluar ke një problem I madh që keni ngritur dhe ishte megjithënë shumë e rëndë, ajo që kanë ngritur lidhje me spitalin e Lushnjës. Ç'a ndodh? E kam filluar që para 5 vitesh mandatin në legislaturën e parë, kur isha në mandatin e parë timin, me spitalin e Lushnjës, do të them për minj, por realisht atje dhe miti ka bërë dalje atij spitali. Në drejtë, sepse po të shkosh edhe mint kanë ikë në spital, më thënë, ai që është degraduar. Ai drangu, to 5 vitet e fundit është bërë më dramatike situata. Është fatkeqësi, sepse ka 5 vjet që luftoj që mos ketë një pajisje atje, mos ketë një pajisje në spitalin e Lushnjës. Shumë herë njerëz më shkojnë nuk punon një skane që është atje është bërë edhe I rangall. Në shumë të raste s'punon, nuk bën dot asnjë lloj. E kam filluar me të thënë që për ta banalizuar dhe për të qenë pak kështu, I kam thënë ore vetëm synetliqe bën këtu, sepse aktualisht bën vetëm apandesitë në atë spital. Pra nuk ofron asgjë, diku ka qenë rajonal. Pra duhet ndryshuar statusi, kategoria nga bashkiak në rajonal. Dikur ka qenë 12 I famshëm 12+1, pra është trajtuar gjithmonë si spital rajonal, duke qenë se aty vjen Rogozhina, Divjaka, Uravaj Kurore, Belshi. Edhe nga Fieri kanë varet sepse ka pas mjek mrekullueshëm atë kohë, por sikur e kanë ndryshuar kategorinë, e kanë kthyer në bashkiak, kjo ka filluar gjithmonë në degradancë e tepër. Si nga ana për të marrë financimin, kur vetëm vitin e fundit do bëj çudi që ne kemi ministrin e financave deputet Lushnjës dhe I jep 5 milion lek më pak nga vjet si vjet spitali Lushnjës, kur kërkoi që buxhet. Po këta pra du të di edhe unë sa kush në kohë që kërkonte një buxhet shtesë për gjendjen si është.